kësaj edhe puna është më vështirë për të bërë nga ana e policisë për sa i përket kërkimeve, dhe pse janë bërë kërkime në shtratin e Lumit Vjospra, në të dyja anët e Lumit, ende nuk kemi asnjë rezultat, edhe me dron njëkohësisht është ngritur droni prej ditësh, domethënë në të gjithë këtë segment, qoftë edhe afër zonave rurale, por njëkohësisht edhe në shtratin e Lumit të Vjosës, dhe ende nuk kemi asnjë detaj. E kontaktuar nga Syri Televizion bashkëshortja e Çumanit, ta thonë se ky fundit nuk ka pasur as telefon me vete, në fakt që të bëj e mundur kapja nga ana e lokacionit. Personi në fjalë nuk mbante telefon me vete. E kemi pyetur nëse ka qenë i shqetësuar, nëse ka shprehur diçka paraprakisht përpara se të dilte nga banesa për herë të fundit, gjë që ka filluar 5 ditë më parë, por ke fundit vetëm jo, ka qenë tip i qetë, dhe nëse do të kishte arritur deri në këtë pikë, sigurisht që ajo do të qëndronte shoqëruar pas shokit të saj. Ka për familjarët, kjo është një ngjarje e papritur që ka ndodhur. Dhe thirrja e vetme që bashkëshortja vazhdon ende të bëjë është kundrejt policisë së shtetit që të vazhdojnë të fillojnë kërkimet për gjetjen e këtij të fundit, edhe pse kanë ezauruar komplet pjesën e familjarëve, duke kontaktuar me këtë fundit se mos ka shkuar diku te ndonjë familjar i afërt. Edhe kjo ka rezultuar pra pa sukses, pasi nuk ka pasur kontakt me asnjë prej familjarëve, dhe pisa e vetë me dyshimit të paktën deri në këto momente është dyshohet se mund të jetë hedhur në Lumin Vjas. E qartë. Ervina, përpos fakti që rastet nuk lidhen me njëra tjetrën, banorët janë alarmuar në përmet për zhdukjen e shumë personave gjatë 3 viteve të fundit. Je përmendë pak çaste, më herët kanë qenë 4 persona të cilët kanë humbur kontaktet me familjarët. Rastet e tjera janë zbardhur dhe pas takosh ose më saktë cili ka qenë përfundimi, si janë gjendur këta persona, për të kuptuar më shumë edhe në lidhje me pretendimet e familjarëve sa i përket mënyrës se si po organizohet policia në këtë rast për të vënë në lëvizje për gjurmët e personit në fjalë. E kuptoj. Në fakt kemi të bëjmë me 3 raste, jo 4, 2 persona të zhdukur për gjatë vitit 2020 dhe 2021 dhe i treti vetëm 5